Kryeparlamentare, apo votohet për kryeparlamentare? Po kjo nuk varet krejt për nesër që votave ditën e fundit. Ne kemi kandidatën tonë, zonën Haxhiu, besoj do ta propozojmë prapë. Edhe konstituimi i kuvendit, siç e dini, është përgjegjësia e gjithë deputetëve të Republikës Kosovës, kështu që presim që deputetët e tjerë shqiptarë të partive opozitore ta votojnë. A i keni sot numrat? Po numrin tim e kam me vete. Apo besoj edhe numrat tjerë janë. Sigurisht se ka konsultime, po megjithatë mendoj që i kemi numrat për qeveri, mendoj se te qeveria aty është shumë kritike dhe po besoj aty jemi shumë sigurt. Kurse te kryekuvendarja prapë edhe një po them që është përgjegjësia e gjitha partive politike. A mendoni që për hit tret Haxhiu ka më votu? Po tash është çështje mendimi edhe është hipotetike, kështu që s'po mund të them përgjigjes se presim e shohim. Jo, është Sonja Haxhiu. Kush janë katër vota të tjera potenciale nga 5 të 7 që ishin të kaluar? Presim e Nisma shohim. me 3 dhe një tjetër kush? Presim e shohim. Për mua, më thonë shumë sinqerisht është habi qysh sot nuk janë veteranë të luftës me protestu këtu. Me qenë se Ramush Haradinaj tha që ky Adem Hoxha, deputeti i listës sërdve i Radojqiqit, tha ka orte UÇK-ja. Nëse dikush është ofendu vlerat e luftës, mendoj që kjo deklaratë ishte dashur me qenë ofenduese për ta dhe me pas një farë proteste të veteranëve këtu sot për deklaratën e tij, e sidomos ku kemi deputet Radojqiqit që bashkangjitin partive politike dhe e mbulojnë ata me UÇK. Kështu që faleminderit shumë e shihemi. Përshëndetje. Çfarë do ta mbështesni? Do ta votoni kryeparlamentaren? Ndryshu asgjë. Nuk do ta votojmë, s'pakut jone, për shkak se konsideroj që kandidati që është i propozuar për kryetar të parlamentit nuk është iden që të jetë kryetar i parlamentit. Kush do të ishte opsioni më i mirë sipas jush si parti e radhës? Para se kush do të jetë, ka vendosur Somoni, i takon koalicionit që është fitues, pra lëvizjet dhe vendosje guxat dhe alternatives. Mirë, po unë personalisht nuk votoj asnjë. Mendoni se është e qëllimshme ndoshta për kandidimi i Albulena Haxhiut për të Është fituar vendosës sa që dua të diskutoj. Faleminderit.